Qytetari ose banori i këtij qyteti ka patur një relacion shpirtëror me liçenin dhe me malin. Nga kati 2-6 shtëpi dukeshin këto dy elemente kryesore. Një që tani ju mungon. Mirë po ishin pjesë formimi, qoftë se thua edhe dashuria ose lindi pasione për të shkruar, ishin pjesë frymëzimi, ishin muza si të thuash. Më bëjë tim mbetet pak nostalgjik për atë që se kam. Dhe përpiqeni ta risillni në krijimtarinë. Dua ta risjell ato kujtimet e feminisë, kujtimet e rinisë time, dhe po ta shikosh të gjitha kanë ato imazhet e përjetimet aty Pogradece që nuk është më, ose që nuk duket. Por tani janë raporte të tjera mes krijuesit dhe publikut. Domethënë është vështirë të hysh në treg me këto motive apo jo? Vështirë është, vështirë, po. Nga njërë artisti kështu fanatik i qëndron besnik pasionit, gjendjes ti emocionale, pa marrë parasysh nga njërë edhe. Jo e shikoni këtu që ka punime që s'do kenë treg në kuptime, ose s'do kenë person që do t'i marrë. Kjo nuk më ka shqetësuar fare, një punë e kështu thjesht për pasion. E vetmi shqetësim është a kam sjell diçka apo jo. Po, çdo piktor, çdo krijues kërkon që të ekspozojë. Sepse nuk krijon për veten, besoj, po krijon edhe për publikun, që të marrë atë, sepse është fjala e atij që ka për të thënë. Është kënaqësia e vetme që kemi ne. I piktor pogradecar si jo, po ka një rast të tërë piktorësh të pogradecar. I ka këto mundësi të ekspozoj, qoftë në Tiranë? Po tani mundësit janë të gjitha për të ekspozuar, qoftë me qytetet të tjera. Ne kryesisht për mundësitë tona të kufizuara kemi kërkuar mjedise publike, siç janë këto qendrat kulturore, shtetërore, ku nuk kërkojnë tarif. Edhe unë kam lëvizur gjatë kësaj kohe, kam shkuar në Durrës, në Tiranë, kam çelur ekspozitë në Korçë, disa ekspozita personale. Më thënë rreth këtyre qyteteve kemi patur rast. Në Bullgari një ekspozitë pak të vogël me disa kolegë, në Maqedoni padyshim. Kush që më shumë peizazhi, kompozimi, unë kam se shoh pak portrete, për të thënë të vërtetën. Portretin nuk e shikoj thjesht si portret, dua ta fut në rrugë, në det, në liçen. Për integron në ambient. Në ambient. Po të shikosh dhe këto. Dua pak të fut pak alegori, pak simbol, pak. Më jo thjesht portret për portret. Ne po shkojmë drejt vendlindjes së qytetit. Praktikisht tek burimi. Por duket sigur ky ka ngel një ishull në këtë oqean beton. Ashtu është. Edhe këtu ka ca ndryshime, megjithëse është shkruar mastabi për masës së godinës pogradecare. Dy kaçe klasike që ka qenë. Dhe nga veranda çdo shtëpi dy kaçe duke liçeni dhe mali thatë. Ka qenë dy monumenta natyrore, të cilat kanë ndikuar në formimin shpirtëror të njerëzve të këtij qyteti të vogël. Ashtu si thotë dhe poeti Krajinës tonë. Tu ka nisur jeta pranë ujit. Uji ka qenë element jete, po edhe element frymëzimi, element gëzimi, apo shëndeti mbi të gjitha. Edhe siç thash, është nga familjet e para që janë vendosur, ku ka qenë familja Kosta,
Dhe me radhë pastaj janë shpërndarë gjithë kishet e tjera. Atë vjen keq kur, natyrisht është një pyetje ndoshta që e ka përgjigjen brenda, kur ky intimitet, kjo botë, duket sikur po zhduket tërësisht. Kështu është. Kujtimet e të parëve, me të cilët kam patur rast të bisedoj, uji që rrithte këtu ka qenë i lirë, i pa orientuar për sa i përket ndarjeve kështu me gurë e beton, dhe shkonte krijonte një pellë shumë të madh. Këtu ekziston një fotografi e një ushtari francez në luftën e parë botërore, dhe këtu tregonin që vinin në shpendet e liçenit natën. Afroheshin në qytet, sepse qyteti ka qenë në përmasa shumë të vogla, i gjelbëruar i gjithi. Dhe krijonte atë atmosferën e bukur romantike, atmosferën që lidhej njeriu me natyrën, me gjën e gjallë siç janë rosat, zojtë e liçenit dhe merat. Të cilat këto kanë ndikuar, jo më kot tu afër është shtëpia e Lazgushit, edhe po aty dhe afër shtëpia e Mitrushit. Në dy artistëve të mëdhenj që kemi ne. Gjegji më solle këtu për disa arsye besoj. Po, patjetër. Le të filloj me radhë. Po, këtu ka filluar jetë e qytetit. Historikisht njihet nga historianë lokale dhe më gjerë pak, këtu ka qenë kroj fshat. Për të cilin Lazgushi ka një nga poezi të bukur, po, kushtuar krojt, edhe poezinë e kemi mrapa. Është një nga ujërat më të mira që ka patur qyteti, dhe jo më kot banorët e parë janë vendosur në këtë qytet. Nga familjet e para progresare me sa kemi lexuar janë familjet Kosta. Gjithmonë ky krau i krishterë, sepse këtu afër krojit është gjithmonë uji. Ka qenë në traditën kristiane, që aty ku ka qenë uji ndërtoi edhe kulti, kisha domethënë, besimi. Kështu që shpesh thuhet që mos kërko kishën, po kërko ku është uji, se po gjenje ujë do gjenje edhe kishën. Kjo është ndërtuar tani kohët e fundit, padyshim ka qenë tepër e rëndomt të kështu si arkitekturë, është bërë më bukur, por nuk e kanë qëndruar besnik poezisë, e cila thot në vargun që kemi mbrapa, kroi fshatit tonë 8 sullinjar, kush me 6. Ishte mirë të ishen edhe 2 të tjerë, sepse vend këtu ka. Dhe Lazgushi e ka shkruar shumë bukur. Është një ujë që shëron plagë, shëron sy. Është nga 8 krajina është kroj i parë. Kroj i parë. Madje është shumë bukur, shumë bukur. Mbase meritonte një vështrim një çik më të bukur nga pikpamja monumentale, më të menduar. Dhe më poetik dhe më poetik. Gjeruam të një burim tjetër që shitet si 8 sullinarët e Lazgushit, por ju na thonë që është këtu. Po. Kjo vërtetohet, sepse atje nuk ka 8, po 7 minus 4, 3 janë. Kurse sullinarët e vërtetë janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe i 8 i dilte nga shtëpia. Këtu janë sullinarët e vërtetë të Lazgushit. Jam nip i Lazgushit. Kam dajo Lazgushin. Dhe vinte këtu Lazgushi, këtu ka qenë një shkallë që rriqe uji,
Këtu lanin gratë, ky ka qenë basen, që lanin gratë, roba e një tjetër, që është edhe ajo vashat si sorkave, këtu. Këtu e ka shkrojtur dhe ata, do ta marrë ta kem për fare, leshe verdhën lozonjare, që më përvelovi mua, që e ka bishtin palua. Bel këputura palua, që më përvelovi mua, janë sanjet e këtu. Këtu i ka shkrojtur në kjo shtëpi. Po atje pse u bon atje s'u bon tu? Nuk e di, erdhën disa specialistë, me arkitektë, e panë, si rrugë me e drejtë për të vajtë o dy e fshetë, po këtu, lagja me e vjetër e Pogradecit, dhe shtëpia me e vjetër, 450 vjeçare, ndodhet këtu. Shtëpia e Dhamuileve, Gjorgollin të Dhamuilet, janë fiset e parat Pogradecit. Historia është këtu, e Lazgushit. Ne këto nuk duan t'i fshehin, po nuk fshihen, se nuk i lenë. Ndërsa ne kemi lënë duke vazhduar punën e tij mikun tonë Gjergj Lako, erdhëm këtu në Odrilon. Këtu është një parajs toksore ku uji, pemët, malet, kodrat dhe qark, kjo një harmoni të çuditshme, një parajs të vërtet. Dhe natyrisht nuk mund të rrinim pa ju zbuluar edhe ju këtë mrekulli. Ne së tram vetëm disa kohë për atë gjë që ditë bëri më mirë, do më thonë pikturë. Faktikisht ju vini shpesh herë në i. Ky është një kënd i qytetit, një nga kënde, sepse këtu ka shumë kënde. Qofshin këto në pjesën e bregut liqenit, në veçantë edhe nga maja kodrës e liqenit, ku zbulohet një element i njohur, kështu dekorativ, grafik njëkohësisht, ka dhe pamje shumë të ndryshme. Ky është një moment, po mund të quajmë mingjes, ose të shej mingjezi klasik me daljen e diellit, po megjithatë ruan pak akoma nuancat e të ftohtës. Më vonë e shkondra dritë, më vonë kthehet drita nga mrapa, rriçojnë godinat. Më ka elementet bukura të lojës së ngjyrës së dritës. Zakonisht varkat janë pjesë e bregut liqenit, në cilat banorët gjuajnë, shëtisin, zhvillojnë ato aktivitetet e tyre. Është një element që duhet patjetër në peizazh, sidomos kur trajtojnë ujin, duhet patjetër varka. Si duken dhe pa ujin, Pogradeci s'mund ta quash Pogradeci. Mund të jetë çdo lloj qyteti, po Pogradeci.